وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. الله جل وعلا falënderojmë. Salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, kemi përfunduar me betejën e Khajberit dhe kemi treguar kthimin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam bashkë me shokët e tij drejt Medinës dhe pastaj qëndrimin në Medinë për një periudhë kohore, mirë po qëndrimi i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam në Medinë nuk do zgjas shumë. Ne treguam që pas marrëveshjes së Hudejbijes, të gjithë lëvizjet e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam do të jenë të fokusuar në disa pika. E para ishte thirrja në Islam me ata të cilët ishin paqësor ndaj banorëve të Medinës. E dyta ishte lëvizja tregtare dhe ekonomike. Në përgjithësi lëvizja tregtare dhe ekonomike ishte drejt Shamit përgjatë verës, edhe drejt jugut ose Jemenit përgjatë dimrit. Dhe e treta ishte pastrimi i hesapeve me disa prej fiseve arabe, të cilat kishin treguar armiqsinë e tyre ndaj pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam, duke u bë aleat të Qurayshve. Kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam kish bë marrëveshje me Qurayshët dhe me ata të cilët në mënyrë direkte ishin aleat të tyre. Por ama ata të cilët pjesërisht ishin aleat dhe nuk tregon aleancën e tyre më vonë me Qurayshët ose me muslimanët, dhe tregonin armiqsi, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam ishte në jetli që të pastrohen hesapet me ata, pa marr parasysh a janë në rrugën tregtare drejt Shamit ose drejt Jemenit ose ka ana e Nejdit, do me thonë në lindjet Medinës. I dërguari Allahut alayhi salatu wasallam ishte i vendosur që të pastrohen hesapet me këto fise, sidomos me disa prej fiseve beduine. Kështu që këto lëvizje diplomatike ose ushtarake do të rezultojnë me disa beteja në të cilat do të merr pjesë vetë i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam dhe me disa ekspedita, do me thonë ushtarake të cilat pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam do t'i drejtojë ose do t'i dërgoj drejt këtyre fiseve. E para prej këtyre betejave është një betejë e cila njihet në librat e sirës si Ghazwat Dhatu ar-Riqa' ose beteja e leckave. Kështu e ka emrin. Beteja e leckave. Leckë e dini që është? Është një copë rrobe e cila përdoret për të lidh diçka. E pse quhet ashtu, tregon Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, gjithashtu edhe Ebu Musa al-Ash'ari. Thotë Ebu Musa radhiyallahu anhu, dolëm me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam, jemi tu fol për vitin e 7 të hijretit, pas betejës së Khajberit. Dolëm me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam dhe në çdo deve ishin 6 veta. 6 veta një deve. Dhe thot për shkak të distancës së largët të vendit ku ishin nisur, duheshte që njëri ose 2 veta të hipin deve, ndërsa 5 ose 4 të tjerë të ecin. Dhe nga ecmja e madhe drejt vendit ku ishim nisur, na ushqyen mbathjet tona. Kështu që vazhduam të ecim këm zbathur. Sa që thot Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mbathjet e mia ushqyen dhe këmbët e mia u coptuan nga plagët dhe mran thojt. Kështu thot Ebu Musa. Andaj thot filluam që këmbët tona t'i lidhim me lecka dhe të ecim me këmbë të lidhura me lecka. Andaj u quajt beteja e leckave. Emri tjetër i kësaj beteje është beteja e mrekullive. Është e njohur nëpër librat e sirës dhe historisë si beteja e mrekullive. Pse? Për shkak të gjërave të çuditshme të cilat kanë ndodhur përgjatë betejës ose gjatë kthimit të muslimanëve nga kjo betejë. Për ata cilët janë më të lexueshëm dhe ndoshta nuk mjafton me këtë ligjërat dhe nuk i marrin sendet çashtu si i thot hoxha në selam aleikum, po ju them që ka mos pajtim mes dietarëve rreth kohës kur ka ndodhur kjo betejë. Disa prej dietarëve kanë thënë vitin e 4 të hijretit. Që nëse lexoni dikundi mos thoni që hoxha na tha vitin e 7, jo, disa prej dietarëve kanë thënë dhe disa prej dietarëve të mëdhej të sirës kanë thonë që kjo ka ndodhur vitin e 4 të hijretit. Por ama kanë mos pajtim në përcaktimin e kohës kur në vitin e 4. Disa thanë në vitin e 5. Por ama Imam Buhariu, Ibn Hajeri, Dhahabiu, Ibn al-Qayyimi, Ibn Kathiri janë të mendimit
që betejë ka ndodhur në vitin e 7 të hijretit. Pse? Për shkak të atij sahabiu që e përmendëm, kush ishte ai? Ebu Musa el-Ash'ari. Dhe ne treguam që Ebu Musa el-Ash'ari erdhi në Medinë kur? Në kohën kur sahabët ishin në Khayber. Kështu që nuk mund të Ebu Musa të tregon diçka për veten e tij në vitin e 4, kur ai në vitin e 4 nuk ka qenë as aty afër. Gjithashtu Ebu Hurajra dhe të tjerët, për shkak se ata i kanë transmetuar hadithet rreth kësaj betejë. Sidoqoftë, ne do të marrim mendimin e fundit se Ebu Musa el-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ka fol për veten e tij, jo për dikë tjetër, dhe se kjo betejë ka ndodhur në vitin e 7. Shkaku pse ndodhi kjo betejë është se pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam i arriti lajmi që një fis, të cilët janë Benu Muharib dhe Benu Tha'laba, dy fise pa të bë aleancë dhe sikur ishin koordinuar dhe kishin ra dakord që ta sulmojnë Medinën, periferini, pjesë periferisë së Medinës ose fshatra të cilat janë përreth qytetit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përgatiti 400 ushtar dhe vendosin Medinës i zëvendës të tij dhëndrin e vet Uthman ibn Affanin radhiyallahu ta'ala anhu dhe u nis në krye të 400 ushtarëve drejt këtyre fiseve që t'i luftoj. Por ama mes dy ushtrive nuk ndodhi luftë. Për shkak se Benu Tha'laba dhe Benu Muharib patën dëgjuar për ardhjen e muslimanëve. Dhe ushtarë si ushtar u ngjitën në përmajet maleve, por lanë bagtin dhe familjet e tyre të pambrojtur. Kështu që muslimanët hynën dhe morën prej bagtive të tyre dhe morën në rob sklever prej familjarëve të këtyre ushtarëve. Zbret ushtria e tyre, megjithatë sikur kish një lloj përtacie ose një lloj frike që të përleshen me ushtrinë e muslimanëve. Dhe të dy ushtrit do të qëndrojnë për një periudhë, njëna afër tjetrës dhe asnjëna palë nuk do ta sulmoj tjetrën. Kështu që muslimanët do të marrin nga bagtitë e tyre, do të marrin prej banorëve të vendeve të tyre dhe në mesin e tyre do të ketë një grua, burri i së cilës nuk do të jetë në atë kohë në vendlindje, në vendbanimin e vet. Ushtria e muslimanëve do të qëndrojnë këto troje 15 net. Unë du të ndalem pak te kjo pika, se kur them shkoi pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me 400 burra. Dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 150 burra. Shkuan 70 burra, shkuan 250 burra. E gjitha kjo vëllezër. Mos mendoni se në Medinë ka qenë pa pasojë. Ai mendoni ju 400 antartë ose ai mendoni këto 400 veta dhe antarët e familjeve të tyre se si janë ndjejnë kohë kur ato s'kan qenë në Medinë. Nuk kje telefon, nuk e dish ato a janë vra, kanë shku në luft. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e dish a i ka ndodhur diçka. E gjithë ky stres, i gjithë ky shqetësim ka qenë për një periudhë të gjatë mbi banorët e Medinës në këtë formë. 15 net kërkush s'di një lajm. Çfarë ndodhen me pejgamberin Allahu alaihi salatu wasallam dhe me këto 400 burra. Kështu që ditën që vendosi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kthehet, dërgon lajmtar i cili do të merr myshden në Medinë, që asnjëri prej neve nuk është vrarë dhe jemi tu kthy gjallë e shëndosh. Këtë pjesë të sakrificës të gjeneratës së parë gati se askush prej muslimanëve sot nuk e përmet. Ne me dërgu fëmin ton piknik, 100 herë nëna vetë e thirr në telefon. Si je? Mu je vra, mu ke rishit, patikat si i kije, a i ke hongër ushtimi gjitha këmë dhanë. Këtë, atë, oj, no, ta më mërë, ja, pravda. Ka gajle. Pa dhe këto 400 burra, këm pat nana, këm pat babalar, këm pat motra, këm pat bashorte, këm pat familjar, dhe në kryet e tyre ka qenë kush? Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Kush prej muslimanëve nuk është gajlos për mirëqenien e tij? Secili. E kjo është një pjesë e sakrificës që anashkalohet. Kanë shku 15 ditë kërkush s'di kur gjë. Hiç kur gjë. E ti këto 15 ditë qëndron në fera, në zarmë, se nuk e dish se çfarë ndodhen me ata. Se në luftë kanë shku, nuk kanë shku për në piknik. Në luftë. E kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, ditën e fundit, e sheh se ushtria e armikut sikur tenton t'i sulmoj, por erdhi koha e namazit të ikindis.
dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhënon që të falet namazi i frikës, e fal namazin e frikës me sahabet dhe niset drejt Medinës, dërgon lajmtarin e tij dhe niset lajmtari për të ardhur në Medinë për të dhënë lajmin se ushtria është, domethënë, në rregull dhe askush, domethënë, prej muslimanëve nuk është vrarë. Megjithatë, përgjatë rrugës do të ndodhin disa sende interesante. E para prej tyre gjërave është rrëfimi i një sahabes së njohur, emri i së cilit është regjistruar në mënyrë të çuditshme në historinë e muslimanëve. Dhe po që se nuk kishte transmetim të saktë rreth rrëfimit të tij, nuk e kishin besuar se një njeri mund sillet në formën që është sjell ky sahabe. Ai është Abbad ibn Bishr, radhiyallahu ta'ala anhu. Mbaj mend këtë emër. Abbad ibn Bishr hyn historinë e muslimanëve në formë çuditshme këtë herë, edhe pas asaj gjithashtu, mirë po në këtë herë në mënyrë tepër çuditshme. Fillon rrugtimi i tyre nga vendbanimet e këtyre fiseve drejt Medinës dhe natën e parë ose të dytën, gjatë kthimit të tyre në Medinë, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam urdhënon që stacionohet ushtria me një gryk mes dy maleve, që të mos mund armiku t'i sulmoj dhe t'i në vend të rafsh, të hapët. Ja, kënë hin gryk, është ngusht, shojmë andej grikës, këndej grikës dhe i kena situatën në kontrol. Kështu që thot, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e thot, kush prej jush do të na bën roje, dhe çon dy sahabe, Ammar ibn Yasir edhe Abbad ibn Bishr. Dhe Abbad ibn Bishr dhe Ammar ibn Yasir marrin urdhrin që të vendosen në hyrje të grykës, që po që se vjen dikush, na lajmëroni dhe vjen ushtria në këtë pjesë. Dhe tu shku, i thot të Abbadi, i thot të Ammarit, cilën pjesë natës dush të bësh roje, në atë pjesë unë depushoj, ose taj depushish, thot, ban t'i roje pjesën e parë, se unë du të pushoj pak, thot Ammari. Thot Abbadi tamam. Edhe Ammari bjen të flene. Abbad ibn Bishr, duke qëndru, thot ma mirë është të fali namaz. Dhe kjo është sendi i pari i çuditshëm. Ne tham që udhtimi i tyre drejt kësaj beteje ishte tepër i dhimbshëm, sa që kamët e tyre u ban cop. Edhe quhej beteja e leckave, se kamët i kishin lidh me lecka. Abbadi vjen nga ky udhtim i lodhshëm, nga kjo lodhje psiqike, ajo është se e sheh armiku non stop, pas nuk i ato i betejë me ato. As t'i vrasin, as t'na vrasin. Dhe vjen të bën roje, Ammari vjen të flene, ky merr tekbir dhe fal namaz natë. Është transmetuar që ka lexuar surën El Kehf. Pas El Fatihas, por ama unë përmenda që në mesin e armiqve të tyre ishte një burr që nuk ishte në vendlindje, në vendbanimin e tij, kur ati gruan ja morën robresh. Andaj, kur u kthye ai dhe e pa që muslimanët ja kanë marrë gruan, tha pasha Allahun, nuk e la derisa t'i derdhe gjaku muslimanit, ose të shpartalloj une shokët t'i derdhe gjaku pejgamberit Allahut, alayhi sallam, ose të shpartalloj dikë prej shokëve të tij. Për ndryshe nuk ka shansa. Andaj niset gjurmëve të muslimanëve vetë. Dhe e sheh se ku janë të shku dhe identifikon rrugën e muslimanëve. E gjen vendin e tyre dhe e sheh se kanë hyrë mes kësaj në këtë gryk, dhe kur afrohet te vendi ku ishin në roje Ammari dhe Abbadi, e sheh se njëri fle, kurse tjetri është i çuar në kam. Ai nuk e kupton se është në kam, nuk e din se ky falet. Abbadi radhiyallahu ta'ala anhu ishte duke bën namaz natë. Ne sot vëllezër, në këtë rahatin ton, e shihni sina, nuk ka ma rahat. 2 recate na duken tepër të rënda. Në mesin ton kemi vëllezër ton dhe motra tona dhe nana tona, të cilëve i duket farzi i rënd. Farzi me cilin Allahu xhelle xhelalu e ka ngarkuar njeriu. Abbadi është kthy nga kjo betejë, i raskapitur 6 veta me një deve. Ka hyrë namaz Allahu Akbar dhe armiku e ka pa. Ka thonë armiku e doxa. Shigjetën edhe e gjuna Abbadin. Edhe Abbadin dalet pak edhe e qet shigjetën me dorën e tij. Edhe vazhdon namazin. Thash une, po që se mos kisht
transmetime të sakta se kjo ka ndodhur, nuk kishin besu se ka njeri i cili mund ta bëjë këtë që e ka bërë Abbad ibn Bishri radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj ky burri i asaj gruas e gjunën e një herë. Edhe Abbadi nuk lëviz e hanën në shigjetën e dytë. E ne e qetë shigjetën e dytë. Pastaj e gjunë shigjetën e tretë, dhe Abbadi bjen në ruku, bjen sejdë edhe e zgjon Ammar ibn Yasir. I thot qohu se armiku ka ardhur te kom tona. Do të thonë na zo armiku. E Ammar i qohet në kom, ai thot mos u çon kom se afër është, do me thonë ka gjujt. E thot Ammari subhanallahu kur e ka pa gjakun e madh, i cili rrithte nga Abbadi, tha subhanallahu, pse nuk më ke zgjuar një herë? E kur e sheh ai se ato të dy janë çunë në kom, e ka pa se ato e kanë vrejt se ku është, pozitën, edhe ikën. Kështu që nuk e vazhdon misionin e vet, burri asaj gruas, i le edhe Abbadin edhe Ammarin. Mirë, po ajo çka është interesante, Abbadi i përgjigjet Ammarit radhiyallahu ta'ala anhu me një thënie madhështore, e cila është regjistruar në historinë e gjeneratave të para dhe me cilën ne sot, edhe ato në atë kohë, në mesin e tyre dhe Ammari janë çudit. Andaj Ammari i tha subhanallah, pse nuk më zgjove mi një herë kur tran shigjetën e parë? Tha Abbadi radhiyallahu ta'ala anhu, isha duke lexuar një sure, e cila është shumë e dashur për mua. Edhe nuk doja të ndërprisja derisa ta mbaroj surën. Cilën sure thash? Kehfin. Surja Kehf nuk është 12 është e gjatë, e as më lexova. Shumica prej nesh ditën e xhumë nuk e lexojnë. Apo? Nuk i ka 12 ajete. Është sure e gjatë. Kështu që Abbadi thotë isha tu lexuar një sure, e cila i shumë e dashur për mua, dhe nuk doja ta ndërprisja derisa ta mbaroj. Por ama thot, vazhdoj të më gjun me shigjeta, andaj thot bana rukun dhe sejdën dhe zgjova. Ama shikoje shfaqsimin çka e bën Abbadi. Do me thonë deri tash kallzova, surja është e dashur për mua, isha thelluar në kuptimet e saj, ama ka një ama pasaj. Thot, por pasha Allahun. Sikur se mos kisha frikë se do të lija pas dore një urdhër që ma ka dhënë i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, asnjëherë nuk e kisha ndërprej namazin. A mendon se e kam ndërprej namazin pi dhimbjeve? Ja. E kam ndërprej namazin se në këtë vend, në këtë roje, ka vendosi i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam. Thot pasha Allahun, sikur se mos kisha frikë se do të lija urdhrin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam pas shpine, nuk e kisha ndërprej, ose do të ndilte shpirti, ose da kisha mbaru surën. Ja këtë. Ja kisha vdek, ja kisha mbaru surën. Njëna. Po kisha frikë se e shkeli urdhrin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky qëndrim i Abbad ibn Bishrit është regjistruar në librat historisë, në librat e hadithit. Edhe Ammari është çudit me vendosmërinë e këtij sahabijut në këtë situatë. Dhe këtu duket diçka. Lidhshmëria e veçantë e gjeneratave të para me Kur'anin dhe namazin. Nuk është namazi te ato ritual formal, ku ne gajlen e vetme e kina ku divem durët dhe sa herë dhe thujna subhan rabbil adhim. Ja. Po namazi te ato ishte raporti veçantë me Allahun, pa marrë parasysh. A më jonajt kamët, sa orë kam punu, ku kam qenë sot, sa jam i stresum. Namazi është diçka e cila nuk bën të lihet në asnjë formë, dhe në asnjë moment, në asnjë rretham, plus asaj. Në namaz, unë do të shfaq dashurinë time të veçantë për Kur'anin. Dhe kjo është diçka tjetër e veçantë, e cila duket në raportin e tyre me librin e Allahut xhelle xhelalu. Andaj thot, fillova një sure e cila është e dashur për mua. Si ta la? Si ta la këtë surë? Si kur namazit e ata ishte ikja nga realiteti i dhimbshëm i kësaj dynjaje. Ne ikim sot nga realiteti i dhimbshëm në seriale dhe zhytemi në to, në filma dhe zhytemi në to, në futball dhe zhytemi në të, në muhabetet kota dhe zhytemi në to, kurse ata kanë ik nga realiteti i dynjas tek fjalët e Allahut, në sejdë dhe në ruku. Namaz i cili ata i kanë ngrit në dynja, pastaj në ahiret. Rasti i dytë.
është se një burr prej beduinëve, i cili ishte nga fiset të cilët luftonin kundër muslimanëve. Gjithashtu si i pari, ishte vu në ndjekjet muslimanëve. Edhe ashtu ndodhi. Ai kishte identifikuar rrugën e muslimanëve dhe musliman duke u afruar afër Medines, do të afrohen me një luginë në të cilën kishte shumë pemë me drunat e së cilës janë me ferë, me gjëmba. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të vjen në këtë pjesë të kësaj lugine në pikë të drekës dhe në pikë të nxehtit. Andaj do t'i urdhoj sahabët dhe do t'ju thotë atyre, zini hije në këto pemë me gjëmba dhe secili le të pushoj. Dhe sahabët lodhët e traskapitët krejt do të bind flenë. Në mesin e tyre edhe kush? Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të bind flenë. Thot Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, për një herë thot në athiri pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Dhe thot ne u çum të alarmuam dhe kur shkum, afër ti ishte ulur një njeri. E tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, a e shihni kët? Than po i dërguari Allah. Tha ky erdhi te koka ime, edhe e nxori shpatën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush kish shrat flene, kish vendos shpatën e kish varr te kjo pema. Edhe thotë nxori shpatën time nga kallofi dhe afroi shpatën time tek fyti i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Dhe më tha Muhammed, kush të mbron tash nga unë? Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, i thash Allahu. Kush mbron? Allahu. Pastaj thash çfarë tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ja ku është ulur. Çekaç. Mbaroi rafimi. Unë i thash Allahu, që ku është ullur? Shpatën teme kish ndorë para disa minuta. E sahabët friksuar nga situata, si kur disa prej tyre i kërcnohon ati. E tha pejgamberi Allah, nuk ka nevojë as ti kërcnohoni. Pastaj thot Jabir ibn Abdillah, i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, e liroi, as nuk e qortoi, as nuk e dënoi. Thash ko. Ky kish dash të më vret, ja ku është ullur. Ai i cili ka gjithçka në dorën e tij është Allahu xhelle xhelal. Por këtu duket trimëria e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe bindja e tij se nuk ndodh asgjë në këtë dynja vetëm se me iznin e Allahu xhelle xhelalu. Pasuria jon, suksesi jon, arritjet tona, fukarallëki jon, smundjet tona, prishja e raporteve mes nesh nuk ndodh vetëm se me leje prej Allahu xhelle xhelalu. Dhe nuk ndryshon kjo gjendje vetëm se me leje prej Allahu xhelle xhelaluhu, derisa të vjen fundi i afatit dhe të kalojmë në ahiret. E i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ky i cili mësonte ummetin e tij se ahireti është epiqendra e mendimeve dhe synimeve tona, ja ka ardhur shpata përpara tij, ka thonë Allahu është ai i cili mbron. Dhe Allahu pa të mbrojë xhelle xhelaluhu të dërguarin e tij alayhi salatu wasallam, saqë i thot sahabëve çka kushti humxhit. Kur gjë s'ka ndodhur. Vetëm se me lejen Allahu xhelle xhelaluhu. Vazhdojnë sahabët rrugtimin e tyre drejt Medines dhe ndodh diçka e cila përmendet në forma të ndryshme në për ligjerata dhe në për libra dhe është për tu përmend, është për tu cek. Ajo është se sahabët ishin të unët. Dhe gjatë kohës kur ishin të lirë në kthim, sepse nuk ina ne tu fol u kthim për një ditë në Medinë. Veç rrugtimi zgjatë 3-4 ditë. Gjatë kohës kur ishin të lirë, bënin gjueti. Dhe gjatë gjuetisë së tyre do të gjenjë një shpend me 2 zogjë të vegjël. E sahabët për kot i marrin ato 2 zogjë dhe e lën shpendin gjallë. Thot transmetuesi, erdhi thot nëna e zogjve dhe bënte me fletat e saja përpara nesh, sikur ju thot atyne mi ktheni zogjt. E thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam e varreti zogun se afrohet te këto sahabe, cilët ja kanë marrë zogjt. Dhe ju tha atyre, kush prej jush e ka shqetësu kët me tek fëmijët e saj? I thanë ja Rasul Allah ja kena marrë zogjt. Ta kthen ja asaj zogjt e saj. Kështu që sahabët marrin dhe ja kthejnë zogjt. Diçka e ngjashme ndodhi, tregon e Buhurira thot, kishin djeg duke ndes zjarrin e tyre, kishin djeg vendbanimin e milingonave.
Dhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam tha, a ju e keni gjek vendbanimin ose fshatin e milingonave? Than, po i dërguari i Allahut. Do me than ushtri, do njerë pa kujdesshëm, ka kaos. Than, po i dërguari i Allahut, ne e kemi djek. Tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, innehu la yanbaghi an yu'adhiba bin nari illa rabbun nar. Me të vërtet nuk i ka hije askujt të dënoj me zjarr përpo Zoti i zjarrit. Nuk është kjo në dorën tuaj. Djegja me zjarr nuk i takon vetëm se atij i cili i ka krijuar zjarrin. Është Allahu xhelle xhelalu. Ajo që më dali te këto dy raste është diçka se në rrethana që i përmendëm më herët, në këtë luftë psikologjike në cilën ishin muslimanët, në këtë kaos të krijuar gjatë kësaj betejë, në këtë lëndim fizik që ishte tek sahabët, komandanti këtyre muslimanëve, këtyre 400 burrave, kujdeset për dy zogjë dhe nanën e tyre dhe kujdeset për vendbanimin e milingonave. Dhe kjo hyn në fjalën e Allahu xhelle xhelaluhu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dhe mos bëni çrregullim tokë pasi që ajo është vendosur në sistem dhe është rregulluar. Mos çrregullon tokë, mos bën çrregullim, mos bën fesad në tokë, nga se Allahu nuk i don ata cilët bëjnë fesad dhe korrupsion në tokë. Kthehen musliman në Medinë, mirë po sikur disa prej këtyre fiseve fillojnë të zgjohen dhe sikur fillon të krijohet një aleancë e vogël e këtyre fiseve beduine që dëshirojnë ta sulmojnë Medinën. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgon ekspedita ose njësitë ushtarake të vogla drejt secilit prej këtyre fiseve. 3-4 burra çatje, 3-4 burra këtu, 3-4 burr. Kështu që viti i 7 i Hijretit është i mbushur me kësaj lloj ekspeditash. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në vitin Sha'ban, në muajin Sha'ban, cili muaj është i brenda vitit muaji Sha'ban? Muaji 8. Në muajin Sha'ban të vitit të 7 i Hijretit, do me thënë muajin 8, një muaj para Ramazanit. Dërgon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu në krye me 30 burra drejt një fisi. Pas disa ditëve dërgon Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu me pa aq numër. Pas disa ditëve dërgoni dërguari Allahu ta'alihi salatu wasallam Beshir ibn Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu me 30 burra drejt një fisi afër Fedekut. Dhe Fedeku ne e përmendëm, apo? Tham ishte një vendbanim afër Khajberit në të cilin kishte hebrej. Por rreth Fedekut dhe Khajberit ata që jetojnë nuk ishin hebrej. Ishin arab. Dhe Beshir ibn Sa'di në krye me 30 burra do të shkon në këtë vend, por ama do të pësoj disfat të rëndë. Kështu që sikur ata ju kishin bë prit, do të hyj Beshiri, do të merr baktinë e tyre dhe gjatë kthimit të tyre për Medinë, ky fisi Banu Murra do t'i sulmojnë këto 30 burra dhe do të vrasin shumicën e këtyre sahabeve. Në mesin e atyre, i cili do të duket si i vdekët, do të jetë komandanti Beshir ibn Sa'd, i cili do të duket si i vdekët, por ama realisht nuk ishte i vdekët, po shumë rënd i plagost. Dhe do të vjen dikush prej Fedekut, nga hebrejt e Fedekut, do ta shes se është gjallë dhe do ta shes se është prej muslimanëve, kështu që do ta merr në Fedek, do ta kurojë një periudhë, më pas do ta kthejnë në Medinë. Po shumica e atyre të cilët ishin me të, do të binë shahid në këtë betejë, një numër i vogël do të arrijë që të mbetë gjallë në këtë ekspedit ushtarake. Mbas kësaj, do të ndodhë një betejë, rastin, do me thonë me cilin është karakterizuar kjo betejë, gjithë ju e keni dëgjuar. Ama si betejë ndoshta shumica e muslimanëve nuk e ka dëgjuar. Ajo është që pejgamberi Allahu alayhi salatu wasallam do të dërgon një sahabi emri i së cilit është Ghalib al-Laythi drejt një vendbanimi që quhet Mifa'a. Vend i panjohur për shumicën e njerëzve, mirë po rasti që e karakterizon këtë ekspeditë ushtarake edhe personazhi kryesor të është Usame ibn Zeid radhiyallahu ta'ala anhu. Çka ka ndodhur? Ndodh përleshje mes ushtrisë së Ghalibit radhiyallahu ta'ala anhu edhe mushrikëve të këtij vendi. Edhe musliman do të jenë diku në 140 burra. Në mesin e tyre Usame ibn Zeidi. Një nga mushrikët e emri i së cilit është Mirdas ibn Nahik do të vret disa prej sahabeve. Saad ibn Beshiri, atë që e përmendëm më herët.
Edhe Usame ibn Zeidi, ose një prej ensarve, disa kanë thonë është Saadi, disa kanë thonë nuk është Saadi. Madje Ibn Hajeri thot nuk kam gjetë referencë të saktë që është Saadi. Sidoqoftë, Usame ibn Zeidi me një prej ensarve sulmon që këtë mirdasin, për cilin Usamja e kish pa që ka vrarë disa prej muslimanëve. Kur e sulmojnë të dytë, Ensariju me shpat edhe Usame ibn Zeidi me shtizën e tij, ai thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe Ensariju tërhiqet. Kurse Usame ibn Zeidi thot el çava shtizën time dhe e vrave. Edhe Ensariju i dhrohet edhe i thot pasha Allahu ndja tregoj këtë çka ke bë pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Vrave njeri, pasi që tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ta Usamja vazhdon betejë dhe kërkujt kur gjao. Kthehen në Medinë. Kur kthehen në Medinë, e thret pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam Usame ibn Zeidi. Para se të vazhdojmë me atë çka ka ndodhur, duhet ju rikujtoj për diçka. Usame ibn Zeidi, sa vjeçar ishte në këtë betejë? Sa? 14-15 maksimum. Sepse në kohën e vdekjes së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam Usamja sa kishte? 17-18. Kështu që Usamja thirret si ushtar i rritur dhe i pjekur. Ani se ishte në rangun e nipit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i njohur në Medinë si i dashuri i pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam dhe ishte rritur në shtëpinë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ftohet ky ushtar për para prijesit Medinës, ai është pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tha Usame, filani, shoku jot, më tregoi se ka ndodhur kështu dhe kështu dhe kështu dhe kështu. Tha ja Rasulullah, qalaha ta'awudhan. E tha fjalën la ilaha illallah për tu mbrojt, për të siguruar gjakun e tij. Në transmetimin e Muslimit, tha Usamja, o i dërguari i Allahut alaihi salatu wasalam, pasha Allahun vrau filanin dhe filanin dhe filanin, dhe unë dhe shoku jem, ju vunën prapa, se pam se ai bante dëm të madh mesin e muslimanëve, dhe mërtoi Usamja disa pi burrave, që ky i kish vrarë. Pastaj thot kur erdhe me zulm gjallë, u kry puna, tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E tha ky u tërhoq, unë ja lëshova shtizën. Dëgjoj përgjigjen e vrasht të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. A e vrave pasi tha la ilaha illallah? Tha ja Rasulullah, e tha për të mbrojt, e tha për të siguru gjakun e ti. Tha hella shaqaqta an qalbi, po mos ja çave zemrën ti? Ka ja din ti motivin ati. Tha i dërguari Allahut alayhi sallam, fa hella shaqaqta an qalbihi hatta ta'lam annahu inma qalaha faraqan min as-silah. Mos ja çajte zemrën dhe e dite se e ka thonë nga friga e armës tande. Kjo është pjesa e parë rëndë e realitetit të cilin do ta thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Usamja mbaje mend 14-15 vjeç. Pas asaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pjesa e parë ka të bëjë me pjesën e dynjas. Pjesa e dytë është më e rëndë për Usamen. Tha pejgamberi Allahu alaihi wasallam, "Wa kayfa tasna'u bi la ilaha illa Allah yawm al-qiyamah?" E çka do t'i bësh shahadetit të ti la ilaha illa Allah ditën e gjykimit? Çka i bën? Thot Usamja, vazhdoi pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam të thot, dhe çka do të bësh me la ilaha illallah ditën e gjykimit kur të vjen ajo? Çka do të bësh me la ilaha illallah ditën e gjykimit derisa thot shpresova që mos kisha qenë musliman deri në atë ditë. Ta kisha pranuar Islamin atë ditë. Çka kam jetuar me pejgamberin Allahut alayhi sallam, çka jam edukuar në shtëpinë e tij, çka kam mësuar prej tij. Deri atë ditë shpresova mos kisha qenë musliman. Nga rëndësia e fjalëve të pejgamberit Allahut alayhi sallam. Nga kjo kuptojmë disa gjëra vëllezër. E para, që i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam nuk ka shikuar me ka flet kur ka qenë çështja e së vërtetës. Është djali i tij, është bija e tij, është Usamja, është Zeidi, është Ebu Bekri, është ai tjetri, përderisa e vërteta duhet qartësohet, i qartësohet në mënyrën e cila është e përshtatshme për njeriu i cili është përpara pejgamberit Allahut alayhi sallam. E dyta, ajo që nxjerr në pa ky rrëfim
është madhështia e fjalës la ilaha illallah. Mashtrues, kriminal, tradhtar, i korruptuar, po erdhi tek ne dhe tha la ilaha illallah, gjitha ja harrojmë valla. Gjitha ja harrojmë. Jo se ne jemi dervish që nuk kuptojnë prapa asaj që i ka ndodhur atij në jetë, jo. Por se madhrojmë atë të cilën ai e bart. La ilaha illallah. Ki falet, ki 200 vjet gjithë s'ka bosh, ai neve na kallzoje, apo musliman falet safin e parë, po vallahi. A ka ardhur safin e parë, ne e trajtojmë më mirë se vllaun ton shtëpinë ton, i cili ndoshta s'falet safin e parë. Se ky bart la ilaha illallah Allah. E fjala la ilaha illallah, kur e thot i dërguari Allahu te alayhi salatu wasallam, çfarë i bën la ilaha illallah? Ky ka vrarë disa prej sahabeve në betejë për ta kuptuar madhështinë e asaj që e thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ajo është se sa e madhe është la ilaha illallah, kuptoje se këto ishin në betejë vriten njerëz, kaos i madh. Ne nuk jena tu fol të ndalu pak slow motion da bëjmë kaos, gjitha sende shkojnë me shpejtësi të madhe, vritet një tjetri, kjo ka ndodhur në sekonda. Dhe Usamia e ka vrarë me gjithat. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ja, nuk më interesojnë sekondat. Nuk më intereson interpretimi jot dhe perceptimi jot ndaj realitetit. Realiteti është sa i ka thënë la ilaha illallah. Çka i bëjmë kësaj? E ke thonë mo, shkryj puna, te ka thënë la ilaha illallah. Çka i bëjmë la ilaha illallah në ditën e gjykimit? O vëllezër, ne sot mesin ton kemi vëllezërit ton që thonë la ilaha illallah. Ne na përkëmbim nderin e tyre. Ne i tradhtojmë, ne i mashtrojmë, ne shpifim për ata, ne ju folim atyre prapa shpine, ne kët, ne atë, kërkush nuk e madhron atë që e bart ky vllau jon musliman prej la ilaha illallah. Pejgamberi Allahu sallallahu kur i folën Usames, nuk i folën Usames si Usame. Usames i ka ndodh kjo, po kjo na ndodh gjithë ditën neve. Ky e ka vrarë fizikisht kët. Dhe ai ka shkuar në ahiret. Po ne vrasim vëllezërit ton musliman për ditë që thon la ilaha illallah dhe falen me ne dhe ndoshta kanë qenë shok me ne për gjatë gjithë jetës. Askush se ka kajlo. Pse? Egoja jem, o vlla. Egoja jem. E pejgamberi Allahu sallallahu pre këtë pjesë të asaj që Usamia e ka interpretuar nga rrethanat dhe realitetin në cilin ai ka qenë. Adrenalina e lartë, dëshira për tu hakmar, e sheh armikun që ti ka vrarë shokët. E gjitha kjo të çon ta vrasësh ata, po. Megjithatë ka thonë la ilaha illallah, kur thot la ilaha illallah ka bënë një barriere të madhe mes teje dhe atij, është kry puna. Po ka gabu, vllai jon ka gabu, ka thonë la ilaha illallah, ky joni që thot la ilaha illallah gjithë ditën. Kuptojmë madhështinë e fjalës la ilaha illallah nga ky hadith. Çka i bën la ilaha illallah në ditën e gjykimit? Kur të vinë gjithë këto vëllezërit ton të lypin hak nga ne. Pse o vllai jem ke shpif për mua? Pse o vllai jem ke mashtru? Pse o vllai jem ke tradhtuar? Pse o vllai jem ke thonë sende për mua që unë as nuk i kam thonë, as nuk i kam bën, as nuk i kam paramenduar ndonjëherë. Ne jemi sprov për njëri tjetrin. E Usamia radhiyallahu ta'ala anhu, që ky djalë është 4-15 vjeç. Përpara këtij realiteti, ai i cili i flet përpara nuk është gjykatës. Nuk e trajton ai pejgamberin Allahu sallallahu si gjykatës. E trajton si gjyshin e tij. Se ky ishte me Hasenin dhe Huseinin gati se gjithmonë bashk. E gjyshi i tij i folën këtë mënyrë. Pejgamberi Allahu ta'ala i sallallahu. Tha Usamia radhiyallahu ta'ala anhu, pasha Allahun o i dërguari i Allahut. I jap fjalën Allahut që nga kjo ditë nuk do të luftoj më askë që thot la ilaha illallah. Shkri puna. Nga kjo ditë nuk luftoj askë që thot la ilaha illallah. Thot Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dhe kur ndodhen trazirat e mëdha, ne pritshim qëndrimin e Usames. Nëse Usamia lufton dikënd, ne hishim luftë. Nëse ai abstenonte, ne abstenojshim. Se ai kishte dhënë fjalën Allahut se nuk lufton njeri që thot la ilaha illallah. E kuptoni çfarë qëndrimi burnor mbas saj ka pat Usame ibn Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu. Kështu që vëllezër, Allahu na ka dhënë diçka tepër madhështore, ajo shahadeti. Mirë po duhet të kuptojmë një gjë. Se dhe njerëzit përreth nesh kanë shahadet me veti. Dhe shahadeti i tyre duhet vlerësohet, sikurse që duam që shahadetin ton të tjerët ta vlerësojmë.
Mbas kësaj, e nësa ka jetë e? Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam do të dërgon një ekspedit tjetër në vend tjetër në krye me 300 burra. Me Beshir ibn Sa'din si prijes i ekspeditës, mirë po këtë herë Beshiri do të kthehet me fitore të madh. Diçka interesante që ka ndodhur, dhe cilën shumica prej jush e kanë dëgjuar, është rasti i Thumame ibn Uthalit radhiyallahu ta'ala anhu. Thumame është një ndër njerëzit i cili është burgos në historinë islame, për shkak se institucioni i burgut në islam nuk ka ardhur në mënyrë të sistematizuar deri në kohën e khilafetit Omerit. Institucioni i burgut në islam ka qenë i vendosur ku? Në xhami. Burgu i të burgosurve ka qenë në xhami. Pjesa e prapme e xhamis ka qenë për dy lloje njerëzish. Fukarat që s'ka pat vendbanim, ato janë ehlu suffe, dhe pjesa tjetër të burgosmit. Kështu që të burgosmit të rinë me muslimat në xhami. Kjo ka qenë burgu në kohën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gjatë këtyre betejave do të zënë rob lufte një ndër prijesit e fiseve të Nejdit, nga Benu Hanife. Ai është Thumame ibn Uthalin. Sahabët do ta binë prangosur në Medinë, dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sikur shikon sahabët nuk dinë çfarë të bëjnë, thotë lidheni në xhami. Për një prej shtyllave të xhamis. Po thotë jini të but në burgosjen e tij. Ma but, sillni pak ma but. E sahabët e lidhin për stubin e xhamis, për një prej trundjeve të xhamis. Edhe ditën e parë i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Madha indaka ya Thumame?" A ki e diçka o Thumame? Do me thënë, a ki e pasuri ta pagujsh lirin tënde a? E i thotë Thumamja disa fjalë madhështore pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Tha, o Muhammed, unë kam shumë mirësi. Po që se më vret, do të vrasish dikë me prejardhje fisnike, dhe njerëzit dhe kërkojnë hakmarrje. Po që se më liron, da lirojsh dikë i cili është shumë mirënjohës. Por ama po që se më let shpaguj, ta dish se e paguj lirin time me pasurit madhe. E pejgamberi sot më shikon komentin e tij dhe le. Vjen dita e dytë, i thot ma dha indeke, ja Thumame, o Thumame, ka diçka të re. Thot njëjtën si dje. Po më vrave një me gjak shtrenjt, bota sëmni e madh. Po më lirove, ke liru një i cili dit tjese falenderus. Po ama po dojshe pasuri, kina pasurit madh. Tama, vjen dita e tretë. Si kur sahabët i thënë, ja Rasulallah, pse ta vrasim? Të marrin pasuri, ka pasuri të madhe, kjo është prijesve të Nejdit. Vjen dita e tretë e pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, po thot, ka diçka të re o Thumame, çka ki? Thot njëci di ditët e parë. Thot pejgamberi se më lironi. Zgjidhni. Zgjidhin sahabët. Ai thot ha, thot je i lirë, shko ku dush. Thumamja ishte nisur për Mekë për të kry umre. Mushrik, ju e dini se mushrikët kanë kry haxhe dhe umre. Thumamja largohet prej xhamis, shkon me një kopsht me pallma hurmash dhe në bunarin e kopshtit lahet, pastrohet dhe kthehet në xhamin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë Muhammed alayhi salatu wasallam, nuk kishte fytyr në këtë tokë më të urrejtur tek unë se fytyra jote. Ndërsa sot nuk ka fytyrë më të dashur tek unë se fytyra jote. 3 ditë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ders, namaz, dua, mësim, solidaritet, vllaznillëk, zgjidhje të problemeve të komunitetit. Gjitha i ka pa Thumamja. Sot thot nuk ka fytyrë më të dashur tek unë se fytyra jote. Kur erdha në vendbanimin tuaj, nuk ishte vend më të urrejtur tek unë se vendi yt. Kurse Zot s'ka vend më të dashur tek unë se sa vendi yt. Dhe nuk ishte fe më të urrejtur tek unë se feja juaj. E sot nuk ka fe më të dashur tek unë se feja juaj. Andaj tha, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. E pranoi Thumame Islamin. Tha, çka të bëj tash o i dërguari i Allahut? Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, shko bone umre. Se net kena rubru të shku të bëjsh umre. Shko bone umre. Vet.
Thumamja veshën ihramat, hyn gjendjet ihramit dhe shkon ta bëjë umrën. Kështu që mbaje mend këtë send dhe regjistroje. Thumame ibn Uthal është muslimani i parë i cili ka hyrë Mekë me umre duke bë telbijen e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kjo është Thumamja. Para kësaj muslimanët u ndaluan se mbanin umre. Thumamja hyni bani umre. Kur e dëgjuan mushrikët telbijen e Thumames, i thënë qad saba'ta ya Thumame. Do me thonë, e ke ndru fen o Thumame. Tha ja, jam ba musliman me Muhammedin alayhi salatu wasallam dhe shokët e tij. Mos më thuje kam ndru fen. Pastaj e zunën ato. Kurejshët e zonë Thumamen, para ma Thumame jam prej nga vjen nga Benu Hanife, fisi madh në Nejd. E ato punonin ishin edhe bujq, tek të cilët u kultivon të drithi, gruni dhe sende tjera. Shu që Thumame ju tha atyne, pasha Allahun, nuk do të hyj kokër drithi në Mekë derisa unë t'jap leje. Ta mbani mend këtë send. Jam lëshoni, janë një kokë grithi nuk hin, drithi, derisa të marr leje nga Muhamedi alayhi salatu wasallam. Të meçtit prej tyne e pa se çështja është, do me thënë, luftë diplomatike me Benu Hanife, fisi madh, thanë lëshojeni. E kryti Thumame umren, u kthin fisin e tij. Tha fisit vet, ndal një drith nat për Mekë. Edhe u ndal drithi për Mekë. As gru, as el, as kurrë. Derisa Ebu Sufjani mori 2-3 prej prijesve të Mekës dhe ku dhe shkojnë? Te pejgamberi Allahut alayhi salatu. Tha nunshiduke Allahe war rahim, për hatër të Allahit edhe lidhjes farefisnore me Muhammed. Na vrave burat në luft, e sot na i vret rinin me uri, duke na bloku drithna. E tha pejgamberi se ku është problem? Tha i shoku jot, Thumame, e ka ndal drithin për banorët e Mekës, nuk kina buk, s'ka ushqim. Tha o Muhammed, a i na ta afërt, a kina lidhje farefisnore? Tha pejgamberi sa po, shkruni Thumames, lirova drithin banorëve të Mekës. Shkruan letër Thumames dhe vazhdoi drithi të hyjë në Mekë. Një burr. Ama burr, jo mashkull. Një burr i cili ka pas se si burrat jetojnë dhe edukohen në xhaminë e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Bon një embargo ekonomike mbi një qytet, i cili ishte armiku më i madh i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, kur i kanë thënë Omerit, "Temenna ya emir al-mu'minin", shpreso o prijesi besimtar, nuk ka thënë shpresoj unë të kiem miliarda, ka thënë shpresoj të kiem 4 veta si filani, çekaç. Ose të kiem burra plot si këto 4 veta. Ka përmend Ebu Ubejdin dhe disa pisave të ndej të tjerë. E kuptoj që në mesin e tyre kanë qenë burra si Thumami radhiyallahu ta'ala anhu. Vazhdojmë inshallah ta'ala me detaje tjera të kësaj periudhe së sirrjes së pejgamberit Allahut alayhi sallam, dhe tashmë nisim rrugtimin e dytë të umrës, është kazaja e umrës së vitit të kaluar, sepse umreja e vitit të Hudejbijës do të bëhet kaza këtë vjet, edhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam krijet një numrit madh sahabe do ta bëj këtë umrën e kazas. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpërblet.